Kurani në shtëpitë tona. Rëndësia e rukjes dhe mbrojtja shpirtërore e familjes. Kurani si dritë në shtëpi. Në një botë ku shtëpitë tona mbushen me zhurmë, teknologji dhe angazhime të shumta, shpesh harrojmë një pasuri të madhe që sjell qetësi dhe bekim, fjalën e Allahut, Kuranin famlart. Shtëpia e një besimtari nuk është vetëm një vend ku flem, ham dhe pushojmë. Ajo është një vend ku ndërtohet familja, edukohen fëmijët dhe formohet zemra e njeriut. Kur në një shtëpi lexohet Kurani, përmendet Allahu dhe bëhen lutje. Ajo shtëpi mbushet me mëshirë, qetësi dhe mirësi. Pejgamberi Muhammed a.s. ka treguar se shtëpitë ku lexohet Kurani janë të ndryshme nga ato ku nuk përmendet Allahu. Ai ka thënë: mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Shejtani largohet nga shtëpia ku lexohet surja El-Bekare. Kjo na mëson se Kurani nuk është vetëm libër për lexim në xhami apo në rastet e veçanta. Kurani është udhëzim për jetën e përditshme, shërim për zemrat dhe mbrojtje për familjet tona. Allahu i madhruar thotë: ne e shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtar. Surja Isra, ajeti 82. Kjo është një nga mrekullitë e Kuranit. Ai shëron jo vetëm zemrën nga dyshimet, frika dhe trishtimi, por gjithashtu është shkak për mbrojtje shpirtërore. Në mesin e praktikave të njohura nga tradita islame është rukja, leximi i ajeteve të Kuranit dhe lutjeve të sakta me qëllim kërkimin e shërimit dhe mbrojtjes nga Allah. Fjala rukje nënkupton leximin e ajeteve të Kuranit, lutjeve dhe përmendjeve të Allahut, duke kërkuar ndihmë dhe shërim vetëm prej Tij. Rukja në Islam nuk është magji dhe nuk lidhet me besimet kota. Ajo është një formë adhurimi ku muslimani e pranon se vetëm Allahu ka fuqinë absolute për të sjellë shërim dhe larguar dëmin. Allahu thot: "Wa idha maritu fa huwa yashfin." Dhe kur të sëmurem, ai më shëron. Surja Shura 80. Rukja mund të bëhet për shumë arsye: për kërkim të mbrojtjes nga e keqja, për qetësimin e zemrës, për largimin e frikës dhe shqetësimeve, për shërim nga smundjet me lejen e Allahut, për mbrojtjen e familjes dhe shtëpisë. Në Islam rukjen mund ta bëjë vetë personi për veten e tij, por dhe mund të drejtohet te një hoxh kompetent. Çdo besimtar mund të lexojë Kur'an, të bëjë dua dhe të drejtohet Allahut. Ndër suret dhe ajetet që shpesh lexohen për mbrojtje janë surja Fatiha, ajeti Kursi, dy ajetet e fundit të surës El-Bekare, surja Ihlas, Felek dhe Nas. Këto lexime nuk janë thjesht fjalë që shqiptohen, por janë adhurim dhe lidhje me Krijuesin. Si të krijojmë një ambient të bekuar? Një shtëpi ku përmendet Allahu është një shtëpi ku zemrat gjejnë qetësi. Në kohët e sotme, shumë familje përballen me probleme, mungesë qetësie, konflikte mes anëtarëve të familjes, stres dhe ankth, largim nga adhurimi, ndikime negative nga ambienti. Islami na mëson që para se të kërkojmë zgjidhje jashtë, të forcojmë lidhjen tonë me Allahun brenda shtëpisë. Disa mënyra për ta sjellë Kuranin në shtëpitë tona janë: leximi i përditshëm i Kuranit. Edhe disa ajete çdo ditë mund të sjellin ndryshim të madh në jetën e familjes. Dëgjimi i Kuranit në shtëpi. Zëri i Kuranit sjell qetësi dhe kujton zemrat për Allahun. Namazi dhe dhikri familjar. Një familje që falet së bashku ndërton një lidhje të fortë shpirtërore. Leximi i lutjeve të mëngjesit dhe mbrëmjes. Këto janë nga mbrojtjet më të mëdha që janë mësuar ummeti. Rukje në shtëpi. Leximi i ajeteve të Kuranit në shtëpi me bindje dhe sinqeritet është një mënyrë për të kërkuar bekimin dhe mbrojtjen e Allahut. Prandaj, kur ju thrisni një hoxh apo një imam të kualifikuar për këndimin e lutjeve dhe këshillave për familjen e juaj, ju do keni qetësi dhe mburojnë nga Allahu fuqiplot. Kurani shërim për zemrat dhe mbrojtje nga e keqja. Njeriu nuk jeton vetëm me trup, ai ka dhe një shpirt që ka nevojë për ushqim. Ashtu si trupi dobësohet pa ushqim, edhe zemra dobësohet pa përmendjen e Allahut. Kurani sjell dritë në errësirën e jetës, shpresë në kohë të vështira, qetësi në momente frike, forcë për të përballuar sprovat. Allahu thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Shumë njerëz kërkojnë qetësi në pasuri, famë apo argëtim, por zemra nuk gjen prehje të vërtet pa lidhjen me Krijuesin. Rukja na kujton një realitet të rëndësishëm. Besimtari nuk është i pafuqishëm përballë vështirësive. Ai ka një derë të hapur gjithmonë, derën e duas dhe kthimit tek Allahu. Në ditët e sotme njerëzit japin shumë para për ahengje, shpenzime enorme për dasma, vegla muzikore, tupana, zhurma e kështu me radhë. Mirë po, pritojnë që të thrasin një dietar, një imam, që t'i këshillojë për jetën e tyre me fjalën e Zotit, me Kuranin famlar, edhe pse kjo shërbesë bëhet vetëm për hir të Zotit. Ta rikthejmë Kuranin në zemrat dhe shtëpitë tona. Shtëpia ku lexohet Kurani është një shtëpi që nuk mbetet vetëm ndërtesë prej muresh, por bëhet vend ku i zbret mëshira dhe kujtohet Allahu. Sot shumë familje kanë shtëpi të mëdha, por zemra të lodhura. Kanë shumë gjëra materiale, por kërkojnë qetësi. Zgjidhja fillon duke u kthyer te Kurani në jetën tonë. Le të mos jetë Kurani vetëm një libër që qëndron në raft, por një udhëzues që lexohet, kuptohet dhe zbatohet. Le të mësojmë fëmijët tanë me dashuri për Kuranin. Le të mbushim shtëpitë tona me dritën e Kuranit. Namaz, dua, përmendje të Allahut.
Sepse një shtëpi ku dëgjohet Kurani është një shtëpi ku zemra kujton që nuk është vetëm. Dhe në çdo vështirësi besimtari e di se ndihma më e madhe vjen nga Allahu. O Allah, bëj shtëpitë tona vende të paqes, besimit dhe mëshirës. Na bëj prej atyre që lexojnë Kuranin, e kuptojnë dhe jetojnë sipas tij. Amin.